mirë, jemi rikthyer në studio dhe do flasim për mjekësinë estetike. Do dalim tek fillerat, të cilët janë procedurat, do thoja, më të përfolura të bukurisë moderne dhe mjekësisë moderne të ditëve që flasim. Ndërhyrje thjesht, shumë pak invazive, pa shenja, pa dhimbje, do thoja, por që funksionin e kanë për përmirësuar pamjen e jashtme dhe po të na rrisin edhe konfidencën, sepse kjo e fundit vjen pikërisht me këto ndërhyrje të vogla. Sot me ne në studio është një mikesh hapësirave tona televizive, Denisa Zhegu, mjekese fixe, mirë se vjen e dashur. Si jemi së bashku gjithmonë. Dhe si gjithmonë. Kristina Topi, e cila është një nga vajza që na zbukuron neve çdo ditë, ndërsa sot është dita ku ne i kthejmë reston dhe do bëjmë ja dy gjëra të vogla në këtë transmetim të drejt për drejt, por është Denisa. Kristina është shumë e bukur vetë, kështu që Denisa është ajo që do bëhet, por disa po bënim edhe në dhomën e grimit, ndërkohë që po flisnim, po bënim një analizë të fytyrës. Çfarë mund të prekim një gjë te Kristina që këtë pamje ajo ta ruaj, përveç se ta ruaj kështu të freskët siç e ka këtë fytyrën e ëmbël, ta ketë për një kohë të gjatë këtë pamje kështu të relaksuar. Ta ruaj në rinin shumë gjatë. Çfarë vendosët ku do veproni sot? Të ndërhynim në 2-3 zona që janë pikat kyçe, në cilat fillon plakja. E para është zona e zigomatikut, pra në kock, këtu është zona kryesore në cilën nena fillon plakja, sepse fillon fytyra bie për poshtë, pra është ajo forca e rëndesës që duket. Dhe vetë-vetiu kjo shmang linjat nazolabiale, pra nuk I kemi më aq të thella dhe në momentin që bëjmë një make-up ose në moment që trukohemi ose edhe në momentin që bëjmë një buzëqeshje, kur buzëqeshem pak më shumë se ç'duhet, sepse janë shenja të mimikut. Do janë shumë evidente dhe të dukshme. Ndonjëherë janë shumë të thella, te pacientë ndryshëm ka humbur ajo masa diamore. Te pacientë të tjerë nuk ka lidhje me moshën, sepse mund të jetë dhe moshë shumë e re, e cila e ka shprehi të saj, por mund të jetë dhe një moshë pak më e madhe dhe... Përpara, Denisa, se të shkojmë tek ekzekutimi I kësaj procedure që ne do bëjmë sot, marrim një informacion të përgjithshëm me sa mundemi, përse duhet të përdorin fillera, a janë të dëmshëm, as janë të dëmshëm, çfarë rregullon, çfarë përmirëson? Pikërisht kjo minimalisht invazive si ndërhyrje. Po e themi acidi hyaluronik në linja të përgjithshme. Tani, ne e dim që acidi hyaluronik është një substancë e cila gjendet në mënyrë natyrale në organizmin tonë. Pra gjendet në nyje, gjendet në lëkurë, që është organi më I madh, gjendet në sy. Vetë-vetiu, duke pasur parasysh këtë, acidi hyaluronik I formës që ne paraqisim, pra acidi hyaluronik paraqitet në trajta të ndryshme. E para, në anën kozmetike. Në anën kozmetike ne I gjejmë për shembull në kremra të ndryshëm, të cilat kanë përbërje kryesore acidi hyaluronik. Në mjekësi, për shembull përdoret acidi hyaluronik për nyjet, kur ka problematika. Ose në mjekësinë estetike që jemi sot, përdoret në acid hyaluronik në këtë trajt, në trajt xheli. Për problematika të ndryshme, ne përdorim trashësi të ndryshme të acidit hyaluronik dhe dihet që acidi hyaluronik është I biodegradueshëm, pra dhe trupi jon e njeh, sepse ndodhet me kalimin e kohës. Dhe është I tretshëm, pra dhe ndërsa është I njohur, do thotë që trupi e njeh si gjë të saj. Dhe vetë-vetiu arrin në krijimin e kolagjenit dhe të elastinës që na krijojnë një rini dhe një shkëlqim, një glow, një elasticitet në lëkurë. Pra, nuk është e vërtet që filleri qëndron gjithmonë me ne, thjesht migron në vende të ndryshme në fytyrë. Acidi hyaluronik mund të qëndrojë gjithmonë me ne në momentin që injektohet në vendin e gabuar. Ky është një detaj ku janë vendet e gabuara që injektohet filler? Këtë e di vetëm injektuesi. Pra, në momentin që ti injekton aty në një zonë ku nuk duhet të injektor, ai qëndron gjithkohës aty sepse nuk arrin dot të përthithet. Ka disa pacientë të cilët ne I shohim me një linjë nazolabiale, njërën anë shumë të fryrë dhe një anën tjetër që është boshe. Pra, kjo zonë është e përthithur komplet, ndërsa ana tjetër, ajo në të njëjtën sasi mbase ka përdorur. Por injektimi është stresa në të cilën ajo është injektuar, nuk është stresa e dur. Dhe kjo bën që organizmi mos arrit ta përthithi.
Pra duhet patjetër duhet patjetër që të përdoret acidi hyaluronik nga një injektues i certifikuar, po themi nga dikush që di ta bëj këtë punë mirë. Denisa, përpara se të nisim nga puna, më trego një situatë, buzë të i bëra, mollza të i bëra me fillera. Çfarë ki parë në gjithë këto vite karrierë? Kjo të i bëra varet është edhe individuale, sepse për dikë që mund të quhet e i bërë, një individ tjetër e quan diçka shumë natyrale. Sepse unë tek vetja ime, për shembull, vendos të bëj buzët. Unë dua që buza ime, edhe kur ta shohi dikush, të duket natyrale dhe vendos që tek vetja të aplikoj, pra po marr gjithmonë veten time, pa përmendur emra. Po, unë vendos të përdor një dozë shumë të vogël që është diku tek 0.5, që unë e kam më shumë për ta hidratuar këtë buzë dhe me kalimin e viteve unë t'i ruaj formën time natyrale. Pra ato që mua më ka dhënë Zoti në të 20-tat e mia, kur unë kisha akoma atë prodhimin e kolagjenit e kisha on top. Ndërkohë që me kalimin e viteve bie prodhimi i kolagjenit dhe stimulimi është akoma më i ulët. Në moment që stimulimi i ulët, ne nuk kemi as të njëjtën hidratim në fytyrë, në lëkurë, edhe në kocka, në tërësi. Në tërësi. Dhe kjo ndodh në tërësi. Dhe atëherë ne çfarë bëjmë? I drejtohemi acidit hyaluronik në forma të ndryshme. Pra qoftë nëpër kremra, siç e thash më përpara, në kozmetik, qoftë në suplemente që ne mund të përdorim patjetër suplemente të acidit hyaluronik, qoftë nëpër fillera që përdoren në mjekësi estetike. Kështu që kjo është baza. Je shumë e qartë. Rrim te Kristina Jonte. Rrim te Kristina Jon, edhe diçka tjetër. Ka dhe pacientë të cilët mirë është mos ta përdorin acidin hyaluronik. Do të thuash ti kush janë këto pacientë që janë të interesuar të shkuesin ta dinë që ka pacientë që nuk duhet të bëjnë. Ne themi shpesh që fillerin në zonjat ose gratë të cilat janë me gjithdhënie, pra janë në shtatzani dhe në gjithdhënie, mirë është që mos preken, sepse ajo është pjesa hormonale që gjithkohës është në zhvillim me sipër, kështu që mirë është që në atë periudhë, plus që ka dhe çrregullime përveç hormonale, çrregullime dhe psikologjike në fazën e shtatzanisë. Kështu që mirë është që këto pacientë mos të bëjnë fillera. Në këtë fazë të jetës. Ka ato pacientë të cilat vuajnë nga sëmundja autoimune dhe ato pacientë nuk duhet të përdorin acidin hyaluronik. Ka pacientë të tjerë të cilët për shembull kanë infeksione të cilat i kanë akute në lëkurë. Dhe këto infeksione, se është infeksion i hapur, nuk mund të përdorësh ti acidin hyaluronik. Kështu që, domethënë, janë një gamë e këtyre pacientëve të cilët nuk duhet t'i drejtohen acidit hyaluronik, të paktën në këtë periudha të jetës. Dhe të mos mësy në dyert asnjë mjek estetiste që ja merr përsipër duke ja ditur edhe gjendjen shëndetësore. Kategorikisht jo. Mirë, nisim nga puna. Tani me Kristinën tonë. Tani, unë, siç e thash, e bëra një bisedë paraprake me Kristinën dhe jemi për të prekur shumë pak pjesën e buzës, që t'ja mbajmë gjithkohës të hidratuar, nuk e dia do arrim dot në këto kushte, po do i bëjmë diçka të lezetshme. Dhe mendoj që t'i ngrem 1/3 e fytyrës. Pra, pjesën e zigomatikut, ne me anë të acidit hyaluronik t'ja theksojmë dhe t'ja ngrem. Dhe në këtë mënyrë arrim që të shmangim vijat nazolabiale. Pra, 1/2. Unë do shoh do bëj më të mirën time në këto kushte që jemi. Asë të shojmë fare. Më përpara i vendosa pak krem pirës, sepse doja që mos të kishte dhimbje, se ka pacientë të cilët e kanë shkallën e dhimbjes të ndryshme, kështu që disa janë shumë delikat kundrejt kësaj procedure, disa të tjerë kanë pa problem, kështu që si puna ime për shumë të dentisti, unë nuk kam probleme fare, e bëj pa më tjerë. Ka të tjerë që s'duan t'ja shohin derë. Të mërshme. Ka mami që nuk shko dot se... E pra, shtu shuj, kemi marrë masat me Kristinën që mos ketë asnjë shqetësim të vogël gjatë këtij procesi. Bëjmë edhe një herë një pastrim me Klinisept, për momentin unë nuk e kam, por kam diçka tjetër, ato që përdorim në klinik. Dhe, Kristina, do duhet ta pyesim. Kryesorja është, do të ketë përfunduar gjithë procesi. Gjithsesi di të them që në historinë e televizionit shqiptar nuk ma merr mendje atë që ndodh ndonjëherë, kjo që po bëjmë ne sot, apo jo. Mendoj që është risi. Domethënë korrigjime estetike live në studio. Besoj është hera parë që ndodh. Dhe jemi shumë krenar për këtë. Faleminderit Denisa. Mirë. Sigurohemi që të bëjmë një pastrim të... Unë e bëra paraprakisht pastrimin, kështu që këtu është thjesht një prekje shumë e lehtë, por tek pacientët unë sigurohem që pastrimi të jetë aq më tepër me Klinisept që mos kemi asgjë në lëkurë. Kjo është
shumë e rëndësishme. Pra është një Pastrimi pastrues. është hapi i parë dhe kryesori është pastrimi i lëkurës. Pra të kemi një lëkurë Sa më të të pastër. pastër. Sepse në momentin Edhe që nëse s'ka ti make-up, qoftë edhe nga papastërti që merr nga rana në vetvete. Ambienti, po. Kristina, nëse Jemi do duash, shpërtyer, mund të jemi mirë, mund të besoj. të mbaj dhe dorën. po, ato topat nuk i kemi antistres që përdorim Po, ne në shumë klinikë. interesante do ishte. Po, sa të kishim për të ato, larguar po, të ishte kjo ishte diçka shumë e shpejtë që ne vendosëm moment fundit, kështu që Papritur. me qënë se Por kemi një top vendosëm, futbolli në që... Kemi një top futbolli që ta stresojmë Kemi fare. një recetë që të vinë nga Florenca që mund ta provosh në fund. Kjo për ta joshur. Kjo për joshje të përgjithshme. Për joshje edhe që ta heqim pak mend. Jemi në fazën e parë Është procedurë pa Kjo shqetësim. është Jemi në fazën e parë të realizimit të procedurës, bëjmë sterilizimin e lëkurës. Nuk kam në një dorë shumë të rëndë shpirt, kështu që shpresojmë shumë që dora ime të jetë dhe e lehtë për ty. Kemi vajzë shumë të fortë, Kristinën. Po. Gjithsesi, Nuk trembet lehtë. sot unë kam vendosur të përdor Skin Fill nga Promo Italia, janë produkte që përdor dhe në klinik. Kjo është Diamond Plusi, sepse zona kockore do një acid që të ketë densitet të lartë. Pra, duhet që ta mbaj dhe në momentin që acidi hyaluronik ka densitet të lartë, atëherë ajo edhe qëndron. Nëse do ishte për buzë, do përdoja diçka pak më të lehtë, që të kemi një buzë më plan, më natyrale, po acidi të jetë më viskoz. Kështu që do përdorim dy gjëra të ndryshme për Kristina, Për të arritur atë rezultatin për të parë një e shumë rezultat kërkuar. sa më Kështu që të- duhet qenë se jemi edhe në minutat e fundit, është pikërisht zbatimi i gjithçka që ne tham deri më tani, me një vajzë kurioze Në që do përgjithësi, ta po. rifreskoj pamjen e saj. Në përgjithësi ka dy metoda në cilat ne injektojmë. Metoda e parë që injektojmë është metoda e agës, por pak më invazive është metoda me anë të kanjulave, që mos të krijojmë trauma, mos të lejmë shenja. Kështu që unë preferoj që te Kristina, që është acidi hyaluronik, që ne do përdorim sot, ta demonstrojmë pak live. Hajde, Kristina. Shkoj, Janë na sterile. thoshim kushin të vegjël. Kaloj ku bën ato vaksinat. Po kjo nuk ka të bëjë. Nuk ka të Bëj. Kurse si. Pastaj shet Denisën dhe të kalon. Me pak dhimbje tha kalon. Dhe 3, 2, 1. 1. Tani, unë i bëj një matje me sy. Okej? Që të edhe pak më këtu shpirt. Me shëndet. Ke dhimbje? Jo, nuk ka. Thot, është e pa mikrofonuar, thot. Si nuk i vendosëm një mikrofon. Ua, Kristina, po sa bukur u bën. Mos qesh. po mos fol më në momentin. E kam sëmundje, më falni Fol më në shumë. momentin. Është sëmundje Me profesionale. shëndet shpirt. Okej. Ne bëjmë injektimin e acid hyaluronik, gjithmonë shohim sasi, dozën që ne përdorim te Kristina. Rezultati për sa kohë do shihet qartë? Rezultati është imediat, por Menjëhershëm. Është i në ditët menjëhershëm. është i menjëhershëm, por në ditët në vazhdim do stabilizohet, sepse acidi hyaluronik është një makromolekul, ajo ka veti hidrofile, pra tërheq ujë, dhe ditët e para ne do shohim, pra përveç asaj kemi dhe hidratim, me thënë që është kryesorja. Do shohim një tërheqje të lëkurës, një mbushje në zonën e zigomatikut dhe do t'i ketë pak më të dukshme vijat nazolabiale. Unë gjithsesi do ndërhyj dhe direkt në vijën nazolabiale, që do e shohim tani. Këtu live demonstrim bëjmë gjysmën e fytyrës dhe pastaj gjithmonë tjetër kemi të pabërë dhe vazhdojmë edhe Realizojmë me njëherë sa po ne përfundojmë edhe programin. Nuk kemi dhe minutazh. E sa me fat kjo Kristina për këto përrekje dhe vogla. Si bëjmë mimik vajzës të lutem? Po, më fal Kristina, ti nuk duhet të reagosh. Se kishte diçka për të në base. Base deshte dhe ta thoshte diçka, po le ta lëm që ta bëj këtë gjën me ndryshimin e ndodhur kur të vi momenti që të ketë atë volumin e dëshiruar. unë gjithmonë në momentin që injektoj edhe shoh acidin hyaluronik, pra deri ku arri. Jemi okej?
Na konfirmoj. Tash është vajzë kurajose. Okej, jep shenjën As dorën time se kërkoj, as një gjë prej gjëje. Do thotë që dora ime është e lehtë. Aprovon Përsëri Kristina. aprovon Kristina. Bravo, Kristina. Ne nuk po flasim që të mos ndërhym Po, në punë. në proces. Kjo është procedura. Merë frymë shpirt? Ma frymë dhe unë për Kristinë. Merë një frymë të Bushën gjithë. edhe një moment. Merë një frymë të gjithë. Merë frymë? Sasia e përdorur acidi hialuronik tek pjesa e zigomatikut, pra tek pjesa e mozve, është një sasi shumë e vogël, pra diku te 0.5-0.6, sepse nuk Kristina Nuk ishte nevojë. Nuk ka nevojë për shumë. Kujdeset mirë për Nëse lëkurën e okej. saj. Mirë. Të dhem shpirt, tani po ndërhyjmë shumë pak. Kemi një ndërhyrje shumë të vogël në zonën nazolabiale, thjesht për ta mbajtur më shumë të hidratuar që mos krijojnë ato vijat e pakëndshme. Por sasia që ne injektojmë në zonën nazolabiale është shumë e vogël. Bukur. Surian, je mirë ti? Mirë, po e shijoj procesin. Po e shijoj vërtet procesin. Dhe do jem këtu deri në përfundim të këtij të fundit, sepse ne pa nga pak i drejtohemi kështu fundit të emisionit. Po me një shpjegim nga Denisa se si vijon gjithë. Ja, ne jemi pothuajse në mbari. Nuk i flitet ustas shumë ustajt në punë, nuk i flitet. Unë do ndërhyj shumë pak dhe tek pjesa e buzës, me qënë se jemi, që të tregoj një të dytën e fytyrës. Pra, kjo do ishte ideja që Kristina top. kemi njëri që e zë gjaku këtu, apo jo? Kemi çuna në kamera të zë gjaku ty. 1, 2, 3, 4, lëshohen të gjithë. Edhe ti kthe kokën. Bani planet e ne. Bani planet edhe vijojnë. 2, 1. Diçka shumë të vogël. Okej. Merr frymë shpirt. Po, pa morën frymë të gjithë. Bravo, Kristina. Unë e kam ditur gjithmonë që është vajzë kurajoze. Buza të dëm shumë, por Kristina me të vërtetë është shumë kurajoze. E kemi ditur. Na surprizove. E kemi ditur. Jashtëpritshmërive. Bukur. Bëritëm në fund, mendoj që i treguam publikut disa prekje. Të shojmë pa Kristina, mundemi? Ua, i qesh syri. Denisa tha që efekti është imediat, pra është i menjëhershëm, dhe ne mund të shohim në buzën e poshtme të Kristinës, që është pak më voluminoze, sepse besoj sasia ishte e vogël, apo jo? Një sasi shumë të vogël, përdorim thjesht atë pjesën jemi tek hidratimi. Në qoftë se shikojmë krahasimin midis zigomatikut të majt dhe të djathtë, kemi një efekt lifting, pra fytyra nuk është më për poshtë, është për lartë. Pra, merë atë pamjen për lartë. Pra ndaj një anë ne e bëm dhe një anë tjetër e kemi të pabërë. Kristina në këtë anë është liftit, pra ka efektin lifting, edhe nazolabialit i ka shumë më pak të theksuara, ndërkohë që këtu fytyra vjen për poshtë. Denisa ne falenderojmë shumë. Kishe dhimbje? Kishe dhimbje? Pak, Denisa, faleminderit shumë për mendimin profesional, për zbatimin sot, për të profelesin që tregon, për qenë shumë profesioniste deri në detajin e fundit. Faleminderit shumë. Gjithmonë kënaqësi. Gjithmonë e mirëpritur. Dorisa ku po ishte mos i hiqë, se vjen në krye të detyrës. Publiku le të vijojë të ndjekë se çfarë ka përgatitur Vision Plus, ne kthehemi po nesër në 10:05. Ju duam shumë. Me drejtë.